Territori i Kosovës për datën 16 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore më të qëndrueshme duke sjellë mot pjesërisht të kthjellët në disa zona dhe vranësira në të tjera. Paraditja do të jetë me vranësira dhe temperatura të ulëta, ndërsa pasditja sjell intervale më të gjata me diell në disa qytete. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 16 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 16 janar do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 11 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 9 gradë Celsius. Pejk 2 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 9 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 10 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 8 gradë Celsius.